Do nëse nuk prodhuan një hap konkret drejt paqes, bisedimet u zhvilluan në Miami mes përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës u konsideruan konstruktive nga të dyja palët. Takimet u zhvilluan gjatë fundjavës dhe përfshin edhe konsultime me aleatët evropianë në një moment të ndjeshëm në përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në një deklaratë të përbashkët, i dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff, dhe negociatori kryesor ukrainas Rustem Umerov bëri të ditur se diskutimet u përshëndruan në harmonizimin e qëndrimeve mbi një plan me 20 pika. Ky plan përfshin një kornizë shumë palëshe dhe garancive të sigurisë, angazhimin e drejtpërdrejtë të SBA-s për sigurinë e Ukrainës, si dhe një plan ekonomik për rimbëkëmbjen dhe prosperitetin afatgjatë të vendit pas luftës. Steve Witkoff deklaroi se takimet kanë qenë produktive, duke shtuar se nga pala amerikane vlerësohet se edhe Rusia shprehet të angazhuar për arritjen e paqes. Megjithatë, këto negociata zhvillohen në një klimë mosbesimi pas javësh aktiviteti intensiv diplomatik të nxitur nga rrjedha e mediave të një plani amerikan paqe me 28 pika. Plani i zbuluar më herët shkakton shqetësim të fortë në Kiev dhe në kryeqytetet evropiane pasi u perceptua si i favorshëm për Moskën. Mosmarrëveshjet thelbësore mbeten ende të hapura, veçanërisht kërkesa e Rusisë për të mbajtur nën kontroll territoret e pushtuara gjatë luftës. Paralelisht, raportet e inteligjencës amerikane paralajmërojnë se presidenti rus Vladimir Putin vijon të synojë marrjen e kontrollit të plotë të Ukrainës dhe rikthimin e ndikimit rus në hapësirat e ish-bashkimit sovjetik, përfshirë vendet britanike. Ndërkohë, autoritetet ruse njoftuan si një sulm me dron nga Ukraina ka dëmtuar 2 anije dhe 2 mol në rajonin e Krasnodarit, duke shkaktuar një zerr të madh, por pa viktima, pasi ekipazhet u evakuuan në kohë.